Albania Radio, she's on air. Jemi rikthyer në She's on Air në Top Albania Radio 100 FM dhe në kanalin 10 në digital. Dëgjues të dashur, tani do të kemi një nga konkurrentet e ardhshme të She's on Top. Ndryshe nga herët e tjera, e kemi të ftuar në Skype sepse ajo jeton në Austri. Hey Drilona, si je? Wow. Nuk e dëgjojmë edhe në Skype je shumë e bukur. Ne çfarë po shikonim Instagramin tënd, po të stalkeronim pak. Dhe gjëja e parë që na ra në sy ishin sytë tu, që me sa duket edhe nga kamera e Skype-it vazhdon të jetë njësoj. Mbijetojnë edhe Skype. Drilona, a na ke ndjekur ndo pak? Po nga pak po. Ndonjë kritik, ndonjë kompliment që do t'i bëje secilës prej nesh ke? Po dukeni shumë bukur. Zemër, faleminderit. Drilona, kush të ka pëlqyer më shumë në She's on Top dhe pse? Kë ke ndjekur më shumë me atë pasionin? Ma shumë e kam ndjekur Brickenden Kë? dhe Brickenden. Ah, okay. Po. Unë duke menduar Okay. Më fal. Po. Okej, po. Çfarë të shtyu të aplikosh në She's on Top? Në fakt ishte shumë rastësi, se kisha në plan fare të aplikohem. Po besoj që është një format super për vajzat që duan të tregojnë vetveten, vetbesimin e tyre dhe forcën e tyre. Dhe është një experience super. Drilona, prezantoje pak veten tënde. Kush është Drilona jashtë kamerave? Unë jam një studente për biznes ndërkombëtar. Jetoj në Austri, afër Vjenës dhe I kam 21 vjeç. Je marrë më përpara me modeling? Jo. Jo, kjo është hera jote e parë para kamerave. A është një ëndër e jotja modelingu? Si e mendon She's on Topin? Si edhe një më fal? A është një ëndër e jotja që e ke dashur që një kohë ta bësh modelingun, a e mendon që She's on Topi është hapi duar që ti ta bësh tani? Po, patjetër. E kam pas ëndërsh gjithmonë, po thjesht jam fokusuar më shumë tek universiteti dhe kjo është arsye pse s'kam aplikuar askund. Drilona, pyetja e vërtetë është ti synon modelingun apo televizionin? Kisha thënë që jam e hapur për dyat. Kisha provu të dyat. Po. Çfarë do të thotë për ty të jesh on top? Ta kesh vetbesimin dhe unë them që bukuria nuk është vetëm pamja, po është edhe çka ke brenda vetes. Bukuria vjen Çfarë do t'i japësh ti She's on Topi? Çfarë është ajo ku ti mendon se do shkëlqesh? Forca ime, vetbesimi dhe nuk jam perfekte, po jam reale, kisha thënë. Unë jam kurioz të di, the pikën tënde më të fortë, po një defekt që ti e njeh te vetja jote, që do doje ta përmirësoje. Ndoshta kokforcia, pak. A mendon se do me kesh thënë, debatet në She's on Top? Do jesh edhe një showgirl? Përveç se... Nga pak, po jam edhe e qetë. Jam shumë e zhdushme, kisha thënë. Mendon që do krijosh miqësi apo preferon të ecësh vetëm në këtë rrugtim në She's on Top? Besoj që do krijoj edhe miqësi, po. Si kanë qenë reagimet e familjarëve të tu, personave të tu të afërt në momentin që ti the që do merre pjesë në She's on Top? Shumë mirë, më kanë suportu krejt. Sidomos mami dhe babi. Ato më kanë shtyr më shumë që ta aplikohem. A ke ndonjë histori personale që do ta ndash me audiencën e She's on Topit? Ndoshta po. Ka një histori që të ka bërë ty, po vërtet që frymëzojnë nga historitë e tyre. Po, më të fortë, po. A je gatshme të shpërngulesh në Shqipëri atëherë po nise emisionin tënd? Po. Sa do t'i këtë eksperiencë ka 110-a? Sa e dua? 12. Ne vërtet të urojmë shumë suksese dhe mezi presim të na vish dhe të takojmë edhe nga afër. Të urojmë vërtet shumë suksese. Shumë faleminderit. Të përshëndesim nga Tirana. Faleminderit, kënaqeni. Mirupafshim. Pafshim. Tung. Dhe kështu erdhi fundi dhe me ne goca të dashura. Kaq ishte për sot?
Ka që ishte edhe unë vërtet u mërzita që mbaron sa herë vjen ky fundi. Më duk sikur mbaroj shumë shpejt sot. Vërtet po. Ishte një epizod plot ngjyra sot besoj. Plot ngjyra. Çfarë mësuat sot goca? Çfarë mësimesh morët sot nga ky episod? Mezi po në fakt nuk mësova asgjë. Unë mësova që është finale Big Brotherit të shtunë, këtë mësova. Mezi po presim. Edhe unë mësova një gjë që kemi shumë talenta të rinj, sidomos në muzikë, se e harrua atë. Po, dhe mua më Edhe ka pëlqen. vajza të bukura. Ej, Top Albania do jetë prezente edhe në tapetin e Kuçat natë, kështu që vazhdoni të ndiqni Top Albania Radio natën e finales së Big Brotherit. Yes. Aty të na shihni ta zbulojmë si sekret që jemi unë dhe Livia. Dhe do jemi nuk rrio dot. Ne do të shihemi afër në tapetin e Kuq aty ku banorët shkëlqejnë dhe do shohim se kush do rri me kë, të marrim vesh në një nga këto thashë themet e tapeteve të Kuq. Dhe fitof më i miri? Më i miri. Kështu që Erdhi momenti të shkëputemi. Mirupafshim, vajza, shihemi të ejtën tjetër. Gjithashtu edhe me ju publik dhe deri atëherë kemi marrë vesh dhe se kush është fituesi. Mirupafshim. Mua.